Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte të ftuar kemi Ina Xoxa. Ina, mirë se erdhe në Albanian Oda Podcast. Mirë se ju gjeta Gjemi dhe urime për Oda Podcast, juve dhe gjithë stafit. Faleminderit shumë. Unë do filloj sa kohë ke që jena në Kanada. Kjo është pyetja që gjithë duan ta dim kuptimin që do fillojmë aty. Kur keni në Kanada? Ne kemi ardhur si çift bashkë me Vaskën në 15 prill të 2000-s, në vitin 2000. Në vitin u bën 25 vjet. 25 vjet. U plakon këtu Ina. A thua? Po, ç'ishte arsyeja që erdhët, se tash dallimi mes shqiptarëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Shqipëri, tash arsyet janë pak më ndryshe të imigrimit, po më intereson ç'ishte arsyeja që u niset në Kanada. Dhe pse në Kanada? Të gjithë njerëzit kanë arsye të ndryshme pse emigrojnë, por ne si çift ishte hasja e pengesave që kishim me shtetin në Shqipëri. Në mënyra se si nuk kishim besueshmëri institucionale. Do me thënë, në qoftë se do bësh një procedurë të thjeshtë në shtet, s'ka rregulla, nuk ndiqen rregullat, po ta themi thjesht. Kështu që neve ishim të edukuar me universitet, unë sapo kisha mbaruar, e diplomuar për mjekët e përgjithshme. Im shoqi ishte pedagog në Fakultetin e Inxhinierisë të Ndërtimit, kishte edhe një firmë të vetëm që bënte structural design, se i thon inxhinier ndërtimi në projektim. Pra, nga ana financiare ishim jo keq, edhe mund të ishim shumë mirë, si të thuash, por ajo që na bezdiste ishte që tranzicioni po merrte një kohë shumë të gjatë dhe na pengonte që të ndërtonim një familje. Nuk e kishim akoma fëmijët. Donim një shtet, si të thuash, me rregulla, të ndërtonim një familje që të mirë, të fortë. Kështu që vendosëm në Kanada sepse lexonim atëherë, edhe morëm informacione të sakta, ishte një shtet që na ofronte sidomos një stabilitet nga ana shoqërore. Kishte, me thënë, siç është Kanadaja, na ofronte ato që na mungonte. Siç ka qenë Kanadaja, ma mirë me thonë. Pak a shumë. Është fatkeqësi që ky tranzicioni nuk po përfundon. Ashtu është. Edhe unë e kam shumë dhimbje këto, besoj shumë shqiptarë, kudo që jetojnë, që nuk krijuam sistem, nuk krijuam standard. Edhe kjo është gjënav që njerëz tikin për gjëra të tilla, që sepse po humb shpresa. Po. Të pengon të bësh një jetë të rregullt. Për shembull, ti do të paguash taksat, të jetosh drejt e drejt, siç i thon popullarët, nuk e bën dot në Shqipëri, të paktën në atë kohë që ishim ne. Tash unë nuk e di, më thënë, nuk e ndjek shumë politikisht, sepse jemi larg. Po. Por në atë moment që unë e doja një stabilitet politik, ishte shumë rëmuj. Kështu që dhe ne do vinin një dhe fëmijët, kishim plan të ndërtonim familjen të. Kështu që menduam që Kanadaja ishte një zgjedhje e mirë. Po, më thuaj për çfarë studimeve, ke studiuar mjekësinë. Mjekësi e përgjithshme. Po. Mjekësi e përgjithshme. Të thënë drejtë, unë se kam ditë këtë fakt. Ka shumë kohë që të njoh, po nuk e tash tuti do të thonë doktoresh Ina. Nuk arrita fatkeqësisht që të punoj si mjeke, po punova në laboratorin intermedika që atëherë ka qenë i njohur në Tiranë, afër shkencave të natyrës. Dhe në fakt punova me profesorët e mi, që ishin profesor laboratori dhe mjek laboratori të shkëlqyer. Dhe përfitova. Them drejtën, punova një vit e gjysmë para se të emigronim në Kanada, po kaq ishte, si thua, karriera ime, sepse në Kanada kur vjen pastaj është proces shumë i gjatë që të njihet. Me thënë duhet të fillosh pothuajse nga fillimi. Kështu që bëra një zgjedhje më të shkurtër, që ishte mësuesja. Fatkeqësisht është një procedurë shumë e gjatë për ata që do të. Jo e pamundur, por e gjatë. Unë e kuptoj, po kur je me familje dhe duhet të punosh, duhet ta mbash familjen, të fillosh gati se nga e para nuk është lehtë. Është ashtu. Edhe sidomos ne që do fillonim, do kishim fëmijët këtu. Këtu kur vjen dhe ke fëmijë dhe s'ke asnjë familje, gjysh ose teze, shumë e vështirë. Sa të rëndësishëm janë ata pleqt
në Gërbec, se atje ndoshta nga të dy anët, nga dy anët, kushdo që mirët me fëmijë, aman e janë këtu, ju duam shumë, se babi e mami donë me dalë me pa një film. Unë e kujtoj me mirjetën, kur u bën prind me gocën tonë, s'kishin ku t'aleni mo. Ja, shumë e vërtet. E kam një kushëri këtu, Ismailin, edhe ai ndonjë herë, po vite ketë se ishte e vogël, me vit tana nuk ishim askund u ndala edhe në evente ndryshme, nuk dilja fare. Nuk është e lehtë. Po. Ajo family support, për kraja familjare, familja gjërse, si ishin në mënyrë tradicionale, si e tonë, këtu vështirë ta kesh. Sidomos kur nuk emigron me familjar të tjerë. Me në një vëlla ose motër. Kur vjen vetëm, ne kështu kemi qenë çift, pa familje. Njëjtë. Pa extended family. Extended family. Po, më intereson kjo për mjekësinë. Sa ishte fakultetin atë? Ke studiuar gjatë viteve 90-ta, besoj. Unë, po, 91. Atëherë kur ishte kulmi. Sistemi. Po. Unë mbarova, isha maturante në 91 dhe me thënë të them të drejtën prindit më menduan gjatë që të shkoja apo jo, sepse atëherë ishte rrëmuj, rrëmbenin vajza, ke parasysh ka qenë një moment shumë i keq. Shumë i keq. Dhe të thuash si të thuash u menduan gjatë dhe domethënë ta çojmë apo jo. Megjithatë ishte konkursi i parë, nëse ke dëgjuar, për herë të parë mjekësia u bë me konkurs. Pra unë konkurova dhe fiton, do me thënë jo si të dilte e drejta e studimit, po ishim brezi i parë që kemi bërë me konkurs. Brezi demokracisë. I demokracisë. Do me thënë unë konkurova dhe mi fituam 13 nxënës nga klasa ime, fituam gjithë mjekësi, farmaci, dentista. Ishim shumë mirë me mësime. Po kur thua prindit nuk doni të lini, ke lidur i rritur në Tirana apo diku tjetër? Në Saran. Unë jam rritur me origjinë, babi im është nga Lukova, mami është nga Saranda, por u emëruan fshatrave si mësues, kështu që unë kam bërë jetë fshatrave. Se thuash fshati që jetojmë tash është 6 Sarandë. Në fakt është bërë lagje Sarandës tash, po është mali përballë Lëkursit. Lëkursit, po. Kalaja Lëkursit që quhet. Po përballë. Mu përballë. Përballë është një qaf aty që atëherë nuk ka qenë fshat i Mirëfillt, u bë nga komunist, nga si ta themi sistemi i kaluar, u krijua si fshat, se nuk ka qenë fshat. Ka qenë repart ushtarak edhe një 6 çoban. Kështu që vinin njerëz nga gjithë Shqipëria edhe i hidhte partia aty ose intelektual, inxhiniera nafte, mësuesa, u bën ca pallate, një shkollë dhe u bë fshat. Fshat komunist. Po, kuptohet. Po sa mungon ajo Saranda, zoti. Mua të drejtën, më mungon Saranda e dikurshme që binte era lule, tani jo dhe aq. Unë nuk e kam përjetuar ato. Ato me era lule, fatkesisht unë vi nga atje lartë. Nga Lëndina. Nga Lëndina, atje nuk e kam përjetuar, fatkesisht, po kam qef të shkoj për pushime atje shumë. Se e ndjej është një puhiz e lehtë vjen gjithmonë. Si ndodhë, shumë vap jashtë, po është dikun një puhiz janë ajo, si deti jonë shumë i bukur. Shumë i bukur. Edhe, në më thënë, ky fshati 6 nuk ka gjimnaz, kështu që unë gjimnazin e kam bërë në Saran. Kështu që aty konkuruam edhe fitova për mjekësi. Ishte viti i parë që mjekësia e përgjithshme do ishte 6 vjet. Ka qenë 5. Po. Në me thënë u bë 60, kështu që unë u diplomova në 97, në kulmin e trazirave të tjera. Do me thënë në gjithë shkolla ime ka qenë në tranzicion. Si ka qenë ajo kohë, se tash unë mund të them për vete, unë isha atë kohë student, edhe ne kem pas të ndaluar shqiptarët nga Kosova, specifikisht e kam pas të ndaluar hyrjen në Shqipëri. Ne ishim në atë kohë pjesë e edhe mbas 91-shit? Mbas 91-shit, nëse ke pas pasaport në atë kohë të ashtu quajtur jugoslave, sepse Serbia dhe Malizia mbeten 2 shtetet vetme, quaj ende Jugoslavinë duke deri vitin 2004-2006. Po nga viti 91 dhe viti 99, ose më mirë 89-99, 90 vjeçar, ne ke pas daluar. Tash ti ke mujt me dalë, po kur je kthyer nëse ke pas vulën e këta në Maqedoni vendosin vulën aty. Varësisht ku ke dalë, ka qenë shumë problem. Edhe të rrallët kanë mujt me dalë.
Po ne nuk kem ditër. I kisha student nga Maqedonia në fakt. Po Maqedonia ka qenë ndryshe se Ndryshe. shtetasit e Republikës Veriore të Maqedonisë, që zyrtarisht quhet tash, ata kishin drejt me ardhe me studiu. Jo që tjerët nuk kanë pas drejt nga Kosova me studiue me anë Shqipëri, po ka qenë shumë e ndërlikuar mënyra për me ardhe. Edhe ne nuk dim shumë për atë kohë, pos që e kim pa në televizor. Mu më interesona e viti 91-97. Si ishte ajo kohë, se ishte tamon studentën atë kohë. Po. Tash edhe sistemi ndroi, erdhi demokracia. Si ishte koha ajo, si koha studentore, këtu du me dalë. Ishte mbushur një kënaqësi e madhe që, do me thënë, nga një anë është kënaqësia e madhe që konkurova, fitova mjeke. Nga ana tjetër vështirësi të mëdha, sepse fillonte që nga ishte prishur Unaza për shembull. Edhe Unaza e Tiranës nuk funksiononte si do shkoja në shkollë. Konviktet e mjekësisë unë nuk ndonja me konviktin e lagjes sepse kishte shumë agresivitet nga banorët. Me thënë sulmonin vajza. Ishte një moment jo i këndshëm. Nuk ishte kontroll nga shteti. Do me thënë çdo gjë mund të bënte mund të individi, si ta thonë. Do me thënë ishte, me thënë safety, si ta them, me thënë nuk ishte siguri në konvikte, kështu që menduam që në qytetin studenti mund të ishte më lehtë për mua, sepse ishte qytet studenti, kishte një stacion policie afër. Kështu që unë aty e kisha konviktin, jo me shoqet. Isha larg, si të thuash. Largësia nuk ishim leksione, nuk ishte libra. Ato mjekët në përgjithësi e kishin ishte hapur kjo privat. Do me thënë, ishte gjithë fokusi i mjekëve që të kishin sa më shumë pacient dhe klient. Ishte fokusi atje se sa tek studentët. Çdo gjë ishte me shënime, nuk ishte një kurikulum të qartë për neve. Shumë herë na mbyllej shkolla, se u bëshin ato lëvizje demokratike. Po ajo ndjesia që erdhi, si më thonë, demokracia, nuk jem të kontrolluar, nuk jem të mbyllur. Si keni përjetuar që mund të dëgjoni muzikë, që doni të veshni, kjo më intereson se gjëja më shtrenjtë është liria e lëvizjes edhe shprehjes. Pra ti din jetojmë në Kanada, një vend që ose Amerika Veriore ka, që do një kur i them shokëve në Evropë, nuk mund ta përjetoni këtë konceptin e lirisë. Del, vendos plisin, fol shqip vërtet, nuk shikon askush, do mund je i lirë. Ai koncepti, si ishte ajo ndjesia? Ajo patjetër që ishte shumë, do me thënë ishim të lirshme, filluan mbrëmjet, dëgjoje çdo lloj muzike, me thënë nga kjo anë ishim shumë të lumtur, po që kisha atë frikën e sigurisë. Sistemi ka pas siguri, është e vërtetë, është sistemi i kaluar. I kaluar po, do me thënë ky ishte tranzicioni, se pastaj e fillojnë, por me thënë kjo ishte 91-shi hapja, sepse ishin demonstratat, do me thënë hapja ambasadave, do me thënë kanë filluar në ishte shumë lëmsh vendi, e kupton? Por të them të drejtën, unë kam pat grup shumë të mirë, edhe kemi bërë mbrëmje, me thënë kemi qenë shumë të organizuar dhe e kalova këtë sepse unë vitin e dytë njoha Vaskën pastaj dhe çdo gjë tranzicione dhe diçka më duk shumë më e lehtë. Filloi një tranzicion i ri. Për mua pastaj, me thënë gjitha këto vështirësi të shumë zuan me zero, sepse me fat është shumë njerëz mbar. Shumë zot njerëz, bashkëti Vaska. Ai që më bën të qesh. Bravo. Po jeta në fshat si ka qenë? Se du të kthehem atje. Patjetër. Jeta në fshat, unë jam deri 6 vjeç, me thënë linda në Sarand, në maternitetin e Sarandës dhe prindrit e mi u transferuan në fshat, në një fshat minoritar që quhet Vrion. Babi im ishte shumë i dhënë mbas shkollës, mbas mësimit, ishte mësues i dalluar, ishte shumë liberal, si të themi, tip artist, i binte fizharmonikës. Edhe ra në sy përkeq, atëherë sistemi komunist i kishte në pikpyetje, kështu që një vit u pushua nga puna, edhe ai punonte në një vit afër Lukovës si mësues. I ra fizharmonikës shpëtoi, i ra një vit aty me punëtorët e punonësit e kooperativës. Dhe pastaj, si të thuash, u rikthye partia, ndoshta e kuptoi që bëri kthes. Kështu që u transferua në Vrion, pra si të thuash më larg se Lukova, sepse kanë pak distancë to si fshatra. Aty ishte transferuar dhe mami im. Mami im vinte për herë të parë nga Elbasani, pavarësisht se prindrit i kishte nga Saranda, maman e vet e kishte nga Kalaja e Elbasanit në origjinë dhe
ajo u rrit dhe u lind dhe u rrit aty e mbajti gjyshja derisa u bë mësuese. Sepse gjyshja nga ana e mamas pësoi një fatkeqësi, i vdes një djalë nga Orteku, një 20 vjeçar dhe psikologu i tha që po të mbaj një fëmijë të vogël e ndihmon që ta kaloj këtë. Kështu që mbajti mamin tim nga 2 vjeç deri sa dile 20 vjeç. Pastaj babi gjyshi im nga mamaja e kërkoi mamin që të vinte sepse tha tash unë e kam gocën time, edhe sa erdhi partia që në fshat. Me thënë nuk e mbajtën mësuese në Sarandë, e çuan në fshat në këtë vrion. Dhe aty u njohëm prindrit e mi, aty linda dhe unë. Kështu që unë aty kam qenë deri 6 vjeçe. Pastaj u transferuan, bëm kërkesë që të jemi në një shkollë shqip, sa ajo ishte shkollë greqisht. Vetëm në 8 vjeçare ishte greqisht e shqip, sepse ishin 100% minoritar grek, gjithë banorët. Kështu që bëm një kërkesë në komitet që gota ne jemi shqiptar me origjinë dhe duhet të kemi një shkollë shqip. Me shpresën që të shkonim në Sarandë, ato thanë në fshatin 6 të ri komunist hapet një shkollë e re 8 vjeçare, kështu që do transferoheni aty, kështu që në pallat. Të paktën prindërit e mi ishin të lumtur se të paktën kishin një shtëpi të tyre që me punë vullnetare siç ishin ato pallatet. Edhe kishim shkollën 5 minuta. Kështu që aty janë dhe sot, e saj dite, në 6 të Sarandës. Në 6 të Sarandës. Arsimtar të dy në pension. Në pension. Ma thuaj ti mu gjyshja, unë jam shumë i apasinuar në bazë ushqimit. Ëndra ime e ka mosh me gjithmonë ka qenë që ti futem gjithë fshatrave kështu. Gatime tradicionale. Gatime tradicionale, sepse unë mendoj që fatkeqësia jonë si kam bërë shumë e madhe, kem humbur shumë gjëra, i vjen një sistem, shkatron sistemi vjetër, vjen sistemi i ri shkatron këtë dytin. Gjatë rrugtimit humbi shumë gjëra se humb si më thon tradita. Per mu tradita shumë si personalisht, si gjeni, si aktor. Ashtu është. Po tradita nuk është vetëm tradita e kostumeve, është dhe dasmave, tradita e ushqimit. E mu më intereson ai ushqimi gjyshja, çka gatunte, ma thuaj këtu. Kam 2 gjyshe. Nga 2 gjyshe, nga 2 anë. Po, Lukova është një fshat shumë i bukur dhe unë kam shumë debulese, dua shumë Lukovën. Jo se nuk dua Sarandën, po gjysha nga Lukova ka gatimin tradicional të vendeve bregdetare që janë lakrat, lakrat e egra për shembull. Lakrat e egra që mblidhen në fush, gatuhen pak, zihen shumë pak dhe gatuhen me limon dhe me vaj ulliri nga ullinjtë e Lukovës, që janë ullinj kalinjot 2000 vjeçar të vjetër. Domethënë të gjitha bio. Pastaj kemi një pjatë karakteristike që në Lukovë i thonë stufado. Stufado është spaghetti, makarona që ata i bënin vetë në kohët e vjetra, edhe salca bëhet me shumë qep dhe me domate edhe kjo mund të bëhet dhe me oktapodh, edhe me mish viçi. Dhe ka një salcë të rëndë, ndoshta me 20 qep. Kjo është në dasmat bregdetare e ke stufado. Në dasmat, duhet tjetë. Po. Edhe petullat. Ëmbëlsira tradicionale e Lukovës është petulla. Do me thënë janë ëmbëlsira të lashta. Mendoj se lukovjotët, nga që kanë ato mbiemrat malsor me 2 emra, si Ndrenika, për shembull, janë të dyja me 2 mbiemra, mendoj janë të ardhur nga veriu dhe nuk arritën të shkojnë në si Arbëreshët, dhe ngelen aty. Kjo është një histori në vete kur unë se kanë të njëjtat gatime me Arbëreshët, njësoj flasin, ose si çamët e Sulit, po, flasin njësoj. Edhe çamët flasin. Dhe ne i themi tat gjyshit, tata. Tata, gjyshit, do thot me gjuhën lokale. Në Lukov, nuk i thonë gjysh, ose si është nga jugu gjyshi, ose si i thonë nga jugu, i themi tat. Gjyshi, pa më pasisht gjyshi nga mamaja, apo nga baba? S'ka rëndësi, gjyshi që e tata dhe nënat nen, e themi nen që ne jugu ka ke parasysh, po e themi nen. Edhe shumë fakte të tjera që është interesant nga viun nena është, si më thonë, gjyshja. Dhe nga na. Nena, pra. Unë vin nga Kosova Lindore me priat. Që është në kufi ku është qyteti Bujanovc Medvegja. Unë vin nga ajo zonë, që është komuna Kamenicës apo e Dardanës. Jam rritur unë atje. Pastaj kem dalë Prishtinë, si i vogël kur kam qenë. Po ne i kem thonë nena. Nena i kem thonë gjyshës. Nen dhe ne gjyshës. Ashtu i thoshe gjyshës. Me thëmë, këto janë pjatat kryesore, me thënë, që
sidomos petullat. Ëmbëlsira është petulla. Kur thu petullat, si thu? Petulla rumbullake e bëjnë brumin në dorë dhe e lëshojnë si sferë në një vaj shumë, edhe pastaj ato bëhen kështu si ato të Tim Hortons, donuts. Si donuts. Edhe ne i thënë petulla, po te ne ato nuk janë të ëmbla. Jo shumë, edhe jo të shoqërosura. Jo, te na i bën kështu sourdough si quhet me brumur të ardhur këto. Ja, ashtu dhe ne, me maja. Me maja. Me djath pak feta. Me djath, po. Do me thënë nuk është e ëmbëlsuar. Shumë ti mund ta ëmbëlsosh me mjalt ose me kështu dhe bëhen tepsi të mëdha me petulla lukoviote. Me thënë ajo është ëmbëlsira. Nuk është baklavaja, këto janë më të vonshme. Nuk kjo është e lashtë. Është si puna fliste ne. Ndoshta. Ja, flia është një nga është një nga krenaritë e kuzhinës shqiptare, me të drejtën, se vjen nga antikiteti ku është shumë e thjeshtë, është miell, i përzier pak me ujë, kuptohet ka pak krip, edhe bëhet me salcë ose me gjallë, më mirë me thonë gjallë, me shtresa që bëhet. Është brume sapi, po vjen nga fjala flim. Edhe formën që ka shumë interesant është formë e diellit, se si e kanë bë. Është e rëndë, kuptohet, po ka që hajnë me djath, ka që hajnë atë me këto me recetet, me këto varësisht nga dëshira personi si e ka. Unë kam vëre vetë, do me thënë që nga fshati nuk gjanë, me thënë pjatat janë të ndryshme. Gastronomia është shumë e ndryshme. Kjo tregon një antikitet të një vazhdimësi me qinda mia vjetë që mund bëjnë shumë mundi keq kur thonë ne nuk kem kuzhinë. Si është e mundur me nuk kem kuzhinë? Ne kemi kuzhinë më të mirë që ekziston. Ka larmitet atë shumë që ja për shembull këto nuk i kam dëgjuar. I kanë arbëreshët pjatat të ngjashme, po do pjatat të vjetra, shiko kanalet në kam pa ato nonat gjyshet. Nonat i kanë të vjetra tonat, ata i kanë ose këtej nga krahin e Sulit. Ma thuaj për Vaskën, si u njoftove, por do kaloj të Vaskën, s'u kaloj dot këtë. Patjetër. Ishte ti që e pa para, apo ishte ai tash? Ai detaj është shumë e rëndësia i momenti, ja? është një situatë gazmore në fakt, e veçantë. Ne i kishim godinat përballë në qytetin studenti, një godin ishte pedagogëve të rinj. Vaska ishte pedagog. E kishim kur mbaroi Vaska në 88-ën, u mor një vendim nga Ramiz Alia, nuk e di që pedagogët të zgjidheshin nga studentët me vot, jo të emëroheshin. Kështu që Vaska, me thënë, pavarësisht se vinte nga një familje e persekutuar, si të thuash, se ishin klerik, e zgjodhën studentët, se ishte student shumë i mirë. Por ai priste ndonjë transferim në veri, ose të paktën të kthehej në Berat, por e mbajtën pedagog. Kështu që pedagogët jetonin në qytet studentit e godina 18, që në qoftë se nuk e qenë ndonjëherë, besoj. Tani ato janë shumë se nuk e di nga tërmeti, nuk është më godina 18. Unë isha një godinë më poshtë, nuk më takonte. Mjekësia nuk duhet ishte aty, por e kisha rregulluar me një shoqe që të ishte si më e sigurt. Por mendon 91-shin, 92-shin, edhe isha në katin e 4 dhe kishim dritaret përballë edhe me shoqet kishim një magnetofon, ishim 4 shoqe, pothuajse të gjitha nga jugu dhe këndonim, kishim vënë muzikë, kështu edhe hapën dhe dritaret për qef. Tash i Vaska mundoi, kishte nxjerrë një tenxhere aty pas mbrapa perdes, edhe mundoi që të mos i shikonim kanatierën, se nuk e kishte dritë. Po çuna, ke parasysh se janë çuna, edhe mundoi mbas perdes ta merrte, pastaj e pa që nuk po shihem edhe e hapi perden, tha. Kështu që u njohëm edhe i tham ne, a keti kaseta, ne kemi magnetofon, filluam të bëjmë shumë muhabet nga dritaret, ne menduam se ishte student. Edhe ai tha, ka mund të sjellun disa kaseta që të bëni ju mbrëmje, edhe vjen te godina tani këtë shoqë thotë dalësh ti na. Thash pse unë të 4 ishim dritar, jo aty të shiftej. Kështu që dola edhe ai filloi thashë si kishte emrin. Unë të them drejtën ngurova pak se thash mund të jetë në një çun, edhe pastaj fillon të thotë emrin nga dritaret, nuk e mendoja kurrë që mund të ishte pedagog, se dukej shumë i ri. I ri, duket ende i ri. Shumë. Edhe tha, po që se nuk prezantohemi, unë po iki, do me thënë u idhnua, si të thuash, dhe thash, atëherë u prezantuam, u njohëm, kështu jemi njohur, do me thënë nga dritaret.
Gatuitar. Edhe pastaj dolëm, ishte shumë e veçantë. Po familja e priti mirë Vaskën? Si të thuash, unë e konsideroja veten nga ato që do kthehej në shtëpi dhe do t'i martojnë me mblestëri, nuk isha shumë e hedhur. Kështu që i them gjyshit në Saran, do vi me një shok. Gjyshi mendoi se do vija, zakonisht unë vija me këto grupet të kishave protestante që vinin nëpër Shqipëri, edhe vija me mikrobuz, me një nga këto, dhe sa të gjeja një mundësi që ishin në Saran, vija shpesh. Edhe i thash gjyshit që do vi me një shok. E më tha mami do vi me ato që vjen gjithmonë. Nuk e mendonin që ishte shok, tamam. Si të thuash, unë u lidha me Vaskën, u njofëm, dhe atëherë kur e vendosëm që ta ndanim me prindrit, shkuam dhe e kam çuar direkt si boyfriend, si të thuash. Po në 93-shin kjo ishte a big thing. Kështu që babi, në fakt, unë kam prindrit shumë liberale dhe e pranuan. Me thënë, ishte shumë normale, e pritën me buzagast. Edhe ishte do me thënë e veçantë, e re për Shqipërinë. Do me thënë moderne. Lëvizja ka qenë më ndryshe, kur ke pas mundësi me ikë, ka dallim besoj kjo. Vitet 90, edhe sa ishte një tragjedi e madhe për shtetin anë, për Shqipërinë, po të njëjtën kohë dhe ka dhënë një mundësi tjerëve që të kuptojnë se si jetohet në vende tjera. Ai restriksioni i lëvizja që s'ka qenë e lirë këto. E kanë letu po të njëjtën kohë dhe ka qenë një rëndesë e madhe nga gjitha anët. Ashtu është. Do me thënë, demokracia i dha një liri njerëzve. Në fakt, të them drejtën, unë i kam patë prindit, kur jam rritur, nuk jam rritur në një familje të patriarkale, si të thuash, i kam pas liberal, dhe si të thuash, na kishin përgatitur për këtë kohë të treja në motrave, se unë s'kam vlla, jemi 3 motra. 3 motra. Dhe prindrit, do me thënë, na kam përgatit gjithmonë që jemi open-minded, si thëmi ne. Pavarësisht, me thënë, babi thoshe gjithmonë, kur driten ju do vi kohë veturave, thoshim ne, çfarë thotë ky, ne jemi në komunizëm akoma. Po ai e shikonte në tarkën, po. Me shumë kujdes kuptohet, sepse nuk duhet i nxirrnim jashtë, po gjatë komunizmit. Vitet 70 Po, na çoi që në klasë të tretë mua më çon të mësoj anglisht, me klasat e 5-ta, se në klasë 5 kishte anglisht. Domethënë ai ecte me plane të tjera dhe ashtu doli. Ishim shumë gati. Na erdhi shumë natyrshëm tranzicioni. E bukur kjo. Po martesë tradicionale ke bërë me Vaskën apo? Një si fejes ose martesë mund të themi. Jo, tradicionale jo. Ku ishte ai momenti kur vendoset Kanada? Si më thon, se është ajo biseda, ai momenti ku mirret ai vendimi, se kjo më intereson, imigrimi në Kanada pastaj. Po. Vaska kishte kohë që e mendon, edhe unë kam qenë gjithmonë për të ikur, sepse nuk më pëlqente, isha në fillimet e karrierës. Dhe thash, më mirë ta nis në një vend tjetër, sepse e shikoja që kishte shumë gënjeshtra, gënjej për çdo gjë. Të fillonte stresi që sa dilje nga shtëpia. Shkoje në një institucion, merri një dokument, do fusje 100 miq, ose do shkoje ke doktori, harroje çfarë të thoshje, se kishe sa të jepje, sa mos të jepje. Domethënë ca budallalli që nuk ndërtohej jeta ashtu. Kështu që unë e kisha mendjen të mbledhur, duhej Vaska. Kriteri që kishte Vaska për veten ishte që të punonte inxhinier. Domethënë, nuk e konsideronin me migracionin në Greqi ose në Itali, sa shumë i vështirë për të mbajtur profesionin, por Kanadaja ofronte pikët, kështu që inxhinieri i ndërtimit kishte shumë pikë në aplikacion. Edhe ai erdhi me mendimin që të bëhem inxhinier dhe në fakt u bëri masterin sa erdhi. Vendimin e morëm kur shkoi në Maqedoni për specializim për tërmetet. Edhe aty në fakt ne e prisnim që Greqia, Italia të ishte bukur edhe e mirëmbajtur e të gjitha, po shoku im personal ka qenë Maqedonia, se shumë e mirëmbajtur, Shkupi më ka bërë shumë përshtypje. Edhe qyteti më i vjetër shqiptar. Shumë i bukur, edhe Vaska ka eksperjenca të tjera, ka parë Kosovën, se ka punuar për kthes kur ishte lufta, ka vajt me gazetar, edhe unë nuk kam vajt them drejtën, dhe babi im me fondacionin e vet e njeh Kosovën mirë. Por aty do me thënë kur u kthye dhe ajo një pislok, nuk ishte institucione të rregullta, nuk ishte të ardhme. Do me thënë sepse për ne nuk ishte fokusi kryesor lekët. Kuptohet se lek do kishin, nuk ishin lekët. Kjo është dhimbja që kjo lloj gjakderdhi ende po vazhdon. Po. Unë dyshoj që ideja është që të lodhen të frustronat shumë shqiptarët që
të lëshojnë, por nuk është vetëm Shqipëri, në Kosovë, fatkeqësisht është gjithë Ballkani. Vite tash marrë vesh, kam një shok atje në Gjermani, Gjermanë ikin në Australi me të madhe. Nuk dua ta bëj bisedë, si më thon, politikin kuptimin, po është keq kur për këto lloj arsye tjetri fillon me dalë, sepse unë për veti gjithmonë vujt kthehem tjetër atje. Po patjetër. Unë kam tentuar 3 herë kthehem. Nuk ka pas mundësi si me hap vetit një derë. E vuaj gjithmonë sepse është e vërtet guri rëndon vendin e vet, se në fundit je me njerëz të tu atje. Edhe pse nuk është si e kem lanë, kuptohet. Gjërat ndrojnë. Është edhe një gjë kryesore. Për ne si çift ishte, ne donim të detyronin të mos ishe vetvetja. Mënyra si do jetoje në Shqipëri në vitet që ishim ne, duhet patjetër të mos e mbaje drejt. Po tash së fundi keni ikur, shkoni atje? Po patjetër. I sheh ndryshimet, ha? I shikoj ndryshimet, po prap, domethënë unë nuk e konsideroj më kthimin, sepse këtu jam stabilizuar, edhe ato që kam kërkuar e kam gjetur. Ndërsa në Shqipëri shikoj akoma ato problemet që kam pas. Gjithmonë nuk e zgjidh dot një problem, siç e ke. Mund të jetë më mirë se më përpara. Është besueshmëria institucionale, se s'di si ta them, kështu se duhet është e gjatë. Po është gjatë. Ajo është kapaku, sepse unë isha, domethënë, Vaska bënte projekt, për shembull bëri një projekt të madh të një institucioni shtetëror, s'ka nevojë ta themi, nuk i jepnin lekët. Institucioni shtetëror nuk i jep lekët atij që ka projektuar. Domethënë gjëra të tilla. Ose nuk ishin të rregullta taksat. Ti do të paguash taksa të rregullta. Nuk rregullat ekzistojnë dhe nuk i ndjek asnjëri. Keq, po mu më intereson edhe një gjë nga ti. Njesh si aktiviste komunitare, edhe unë për publikën e gjerë duhet të them gjithë shqiptarët, sidomos në Kanada apo në Toronto me rrethin, që Ina ka një grup me fëmijë quhet Marley's Got Talent. Edhe arsyeja e kenon Marley's është quhet rruga Marley, po. Aty u themelua. Për ata që se din, është grup i valleve për fëmijë dhe bën edhe këngë të mëson me veshje kombëtare këto. Unë për vete goca ime, vajza ime, qika jame, Adena. Qika jame vjen aty, po është diçka që unë e vlerësoj shumë ina. Nuk është lehtë më marrë me fëmijë, nuk është lehtë me qenë vullnetare, me punu këtë drejtim e lënë kontan dhe unë e vlerësoj pa mas. Si aktivist i komunitetit vetë që jam, e vlerësoj shumë. Ma thuaj kur nis Marley's Got Talent. Se këtu du të flasë më shumë dhe më interesant di më shumë. Marley's Got Talent është të thuash faza e dytë, sepse fillimisht është ngritur një kor me 24 kalamaj. Ne kemi fat në lagja e Marleyt, nëse ke dëgjuar në Toronto, është nga lagja që ka më shumë shqiptarë se çdo lagje tjetër. Po e di këtë fakt, po. Dhe jemi me shumë fat sepse aty kemi shumë mësues dhe shumë artista. Është, domethënë, kur nxirrim fëmijët në park që të luajnë, aty u njohëm me shumë shoqe, bëm shoqe të reja, sepse në emigracion shokët e vjetër ikën, tani do të krijosh shoqëri të reja. Dhe patëm fatin e madh që ishim një grup me gra. Dhe shumica nga këto ishin artiste ose mësuese dhe piktore. Për shembull ishte Entela Galanxhi, Mara Çako, Vilma Mebelli, Linda Meço, e të tjerë, Ervini. Domethënë të gjithë duke nxjerr fëmijët dhe duke ashtu menduam që unë isha duke u marrë në fakt me fëmijët e mi, duke i mësuar këngë, i kisha futur në Vegla në Royal Conservatory. Edhe ju mësoja çfarë dija për vete nga repertori im, mundohesha të transmetoja fëmijëve dhe duke biseduar në park thash, e bëj për një, pse mos ta bëjmë për të gjithë. Iniciativën e mora unë dhe gjitha mbështetje të madhe dhe të gjitha ishin dakord. Kështu që krijuam një kor, Entela bënte me Qazim Kallushin, bënin aranximin e muzikës, orkestrimin dhe kështu kënduam
Kur e krijuam korin, ju bashkëngjitëm eventeve të komunitetit të bashkësisë shqiptare. Shoqata e Bashkisë Shoqata e Shqiptare Bashkisë. ka. Kështu që morëm pjesë në shkollat shqipe që organizuan me ato në 1 mars dhe pastaj në 100 vjetorin e pavarësisë që ishte koncerti i madh. Edhe aty kori ishte interesante se kishim 24 kalamaj dhe një çun. Vetëm një çun. Kështu që ky ishte aktivizimi i parë. Pastaj duke viti diku 2010. 2011 e kemi krijuar. Provat bëheshin në shtëpinë time se s'kishim ajo kondo ku isha unë nuk ishte party room. Elvini, regjisori im i dashur atu, që e përshëndes shumë. Elvini tregoi që i ke larguar edhe krevatet e ditës, më thonë dhe couches në living room, Edhe jam mirënjohëse Vaskës sepse është një mirëkuptim, edhe nxitje. E kam, si të thuash, kritikun më të mirë, sepse nuk bëhet vetëm kjo, duhet të jetë gjithë familja, në fakt dhe fëmijët më kanë mbështetur. Kështu që për shumë vite me radhë, sepse s'kishim mundësi. Ishte si një komunitet i vogël, vinin dhe gratë, një copë kek, kafe, bënin provat. Kështu që 2012 ishte edhe në 2012 ishte 100 vjetori i pavarësisë, 2013 kori këndoi në shkollat shqip, kur mbylleshin shkollat dhe pastaj vendosëm ta ndryshonim nga korë se po rritej pjesëmarrja dhe menduam që t'i lidhim fëmijët me njëri tjetrin. Ato ishin pothuajse në kurse të ndryshme, një për valltar ose ishin për vegla instrumentale. Dhe ato kishin recitale në shkollat që ndiqnin, po si shqiptar me njëri tjetrin nuk ishin të mbledhur. Domethënë ishin siç është në Kanada që merr pjesë. Kështu që mendova unë, thash të bëjmë një talent show. Edhe me 2 pjesë që njëra do ishte shqiptare, tjetra do ishte internacionale, nga më të bukurat. Domethënë çfarë mendonim ne si nëna që është e rëndësishme për t'u dhënë fëmijëve, i fusnim në repertor. Unë e vrej me vajzën, me Çikën, me Adenën, se presë është aktivizu sa e lumtur që ndihet. Edhe ajo, po si u përshtat me njëherë, unë jam shumë e lumtur për Adenën, sepse mendova do ishte pak e ndrojtur në fillim, po u përshtat shumë mirë edhe ka pa edhe provat. Sa fëmijë mendon që nga viti 2011 deri me tash kanë? Ne e kemi filluar me 24 fëmijë gjitha moshat, domethënë 4 vjeç ka qenë më i vogli deri në 16, gjitha moshat. Në fillim kemi qenë 24 kalamaj, pastaj 35 derisa 60 kanë qenë në 2024. Me thonë, si vjetë ne bëm Marley's Got Talent 11, edicionin e 11. Deri me tash ka më shumë se 150.000, ta thua? Vit për vit është 60. Tani, po ti mbledhësh në vite, nuk e kam bërë ato llogari, sepse fëmijët janë rritur. Me thonë, ikin 10, vinë 10, ose e kupton, ndrohen. Por ajo që më lumturon mua është që fëmijët që tash janë në universitet, që ka qenë brezi i parë, kthehen edhe ndihmojnë. Kjo është s'ka më mirë. Kjo është ajo që na duhet. Ky është bekimi. Jo vetëm për ty personalisht, por për komunitetin tonë, sepse unë për veti ëndra ime është që shqiptarët ta kenë shtëpinë e vet këtu. Ta kenë një community center, një qendër komunitare, edhe unë vetë si aktivist dhe si antar i shoqatës, mundohemi të punojmë me drejtim. Nuk është e lehtë se kërkon shumë investime të mëdha, po qëllimi është shumë i thjeshtë. Me pas mundësi, ata fëmijët tanë mu taku dikon. Pikërisht. Njën me zvete, ta ruhen, si me thonë, pak atë copë tradit, ta mësojnë pak gjuhën, njën me zvete, shqiptarët me zvete, pak, si me thonë, prindrit njën, po më rëndësien fëmijët. Fëmijët të njohin njëri tjetrin, lidhen, nuk e ke, për shembull, në një event që u bë, takova këto fëmijët që kanë mbaruar dhe janë tashmë janë studenta, thoshin të bëjmë një reunion. Domethënë i kujtoi vetja kur ishin të vegjël që tetaina më thon akoma më. Domethënë është shumë bukur edhe për mua qëllimi kryesor është që të lidhen fëmijët me njëri tjetrin që ta kenë dhe kur të martohen. Edhe e ke parasysh aty du me dalë, unë edhe të din disa gjëra tradicionale, por dhe vullnetarizmi. Sepse e theksoj të mësojmë punën vullnetare që unë e kam shuar në Kanada të them drejtën. Është po këtu sistemi është i tillë që ta mundson, po e bukur që të njohën me vetë, të harrojnë pak atë traditë. Në fundit fëmijët tanë nuk kanë faj që kanë lindur. As pak.
as pak. Dhe janë kanadez, i kanë të dyja kulturat. I kanë dyjat, po sa më shumë e pas mundësi, si me thonë, me ekspozu të kultura shqiptare, aq më mirë është, në fundit, rritë e nesër, shkojnë vetë e vizitojnë. Kam taku fëmijë që kanë ikur, thonë, unë se kam ditur që është shumë mirë, jam kënaqur Shqipëri për shkak. Ashtu është. Pastaj, shiko, kur vjen mosha deri 30 vjet që je i zënë, jo do njofësh partner, po vjen mosha 41 do fillon analizon veten. Pse e kam këtë? Pse e kam atë? Gjithmonë njeriu kërkon rënjët. Kështu që duke njohur 2-3 unë jo vetëm që në mënyrën se si përzgjedh këngët nga çdo treve, kështu dhe ju as qaroj fëmijëve, është nga Tirana vë pamje që ta shohin që është nga Tirana, ose nga Kosova, ose nga jugu. Edhe pak histori, ose ata vetë bëjmë prezantime. Për shembull, jo të thata, ose thjesht këndojmë një këngë, por edhe një çik historik. Ka larmi muzika, ka larmi veshja, tradita. Është ajo vazhdimësia që thonë gjithmonë, është e pasur, shumë e pasur. Po dhe edhe duke ruajtur, pjesa e dytë e Marley Got Talent është internacionale, do me thënë ka angleze, sepse fëmijët, të mos i bëjmë konfuz, ato janë kanadez me origjinë shqiptare. Sepse këtë unë kam qenë shumë, me thënë mundohem ta mbaj si një nga më kryesorët dhe kam gjetë mirë kuptimin e gjithë prindërve, se ky është një aktivitet që janë shumë vetë nga mbrapa. Unë jam kjo që duket tu, po ka shumë mbrapa perdes. Tash, e di që je modeste, po... Jo, është e vërtet. Jo, është e vërtet. Ta pasionuara si unë, me thënë, jo, sidomos, po të përmendësh një, me thënë, do t'i përmend më vonë, po që e kam fjalën që i detyrojmë pikërisht te kjo pjesa e dytë që t'i bëjmë fëmijët, ata janë shumë të lumtur se thon kemi dhe shqip, edhe kanadeze. Kanadeze s'ka të mirë fill, po internacionale. Muzika një këngë të veçantë, ose siç e mbyllën si vjet për shkakun atë latine në feste kështu. Me thënë si në shkolla, unë pak a shumë ndjek shkollën. Po qëllimi në vetvete, fokusi është te folklori, se ato nuk njohin ato, po edhe të njohin diçka botër, për shkak ato nuk e din një këngë të bukur franceze që e kanë ditë prindërit e tyre dikur, për shkak që vallëzonin. E mësojnë dhe ato, e kupton. Domethënë e përzier. Pyetja për veshjet kombëtare. Ku i morët ato? Fillimet kanë qenë shumë të vështira. Domethënë se s'kishim fonde. Nuk me thënë e kemi filluar me kam një shoqe që quhet Eva Pasha, ajo është jashtëmase e apasionuar për gjitha veshjet, është stilistja e Marley Got Talent, edhe si të thuash ka qenë dizenjatorja e sfondit, e skenës. Ajo bënte lule të gjitha, kur kemi pas vinte me një legangshëm me të gjitha ato dhe bënte gjithë skenë. Se tashi më në fund kemi një skenë tamam, po më përpara ka qenë gjitha me punonim në shtëpi, bënim me fletë pundore, si të thuash, me art and crafts. Do të thënë ajo është shumë apasionuar. Doja të thek në fillim, se gjithmonë është e fillimi. Në fillim, do me thënë, i kemi qepur idet ishin të Evës, edhe Gentiana Aliaj, ka qenë shoqja ime që më ka ndihmuar që në ditën e parë dhe kishte vizionin që kam unë sot. Sepse bënte një punë bindse me të gjitha që t'i sillte, edhe i gjente mënyrën se si, në shumë fëmijë kanë ardhur prej asaj, është bashkëpunëtoria ime më ngushtë që unë e vlerësoj jashtëmase. Dhe kostumet, fillimisht i blinim fustane të ngjashme për dyqane të ndryshme dhe i qepnim një që i qepte Eva me duart e vet, apo si përpara se i sajonim. Pastaj duke filluar dhe duke na përkrahur komuniteti që kemi sponsorat që unë i falenderoj nga zemra, sepse të ndihmosh fëmijët është lumturi e madhe. Ke një, me thënë është investim shumë shumë smart, si ta themi. Pajton. Po. Dhe pastaj unë gjeta një roba qepse në Shqipëri që është komshia e mamit tim në Sarandë, dhe ajo i ka punuar shumë lirë kostumet. Domethënë, duke u rritur numri sponsorave, pastaj filluam t'i bëjmë kostumet në Sarandë. Në Gjashtë, aty ku jeton mami, është një roba qepse Gjesi, që e falenderoj nga zemra. E përshëndesim Gjesi. Po, Gjesi. Ajo i punon jashtëmase lirë. Domethënë thjesht pa fitim, thjesht blien copat, dhe ato që shikoni ju në skenë janë duart e saj. Gjitha i ka bërë. Gjesi, po thuaj. Gjesi. Një falenderim të madh për Gjesin.
E meriton. Edhe është shumë e apasionuar, do që të dalin perfekt. Me thënë, kombinimi i Gjesit me Evën. Eva është stilistja, thotë do t'i bëjmë kështu, dhe ajo i qep. Kanë një bashkëpunim të dyja. Edhe një grup i madh me mama, pastaj që ndihmojnë që t'i bëjmë perfekt me ato lulet e gjitha që mund t'i rregullojmë në fund. Sepse nuk i bëjmë baza, e kupton që të kemi mundësi të luajmë me kostumet, nuk i bëjmë, se një kostum kushton jashtë mase, që ta bësh të plot. Unë e di vetë ka vjet që ka vite më mirë më thonë. Ka shumë vjet që mundohem ta gjej kostumet për veten time. Nuk kam radh dikun që i bën gjitha. Edhe më në fund Ervini, regjisori, producenti, kolegu, shoku jemi Albinjoda podcastën, me gjeti një numër me bashkëshortin tim dhe thënë, është dikun këtu tradita.al. Po. U gëzova, më në fundi gjeta me një vend sepse kam pas shumë qeft i kem, edhe di që janë shtrejta se shumë pundore, merr kohë, po ja vlen që si cili mi pas dvetat. Unë atë ditë kur e pash në eventin që organizua nga Malli Got Talent, gjitha ta fëmijë dveshëm, wow, thash. Në fakt një pjesë e kostumeve janë dhe nga tradita, por të them të drejtën ishin dhuratë e Igli Islamaj, që është icon builder, presidenti i kësaj firmës. Ishte një dhuratë që na bëri ai nëpërmjet vjet. Si pa termin? Igli Islamaj. Igli Islamaj. E përshëndesim Iglin, falenderoj shumë. Unë kushdo që ndihmon, jo vetëm inën, por shoqatën tonë, punën vullnetare, gjitha ata biznesmen, ja bov zoti mbar. Ja. I falenderoj këtu e deri te qielli sepse pa këtë ndihmë nuk bën këto gjëra. Na duan këta njerëz dhe shqyrë Zotit. Shumë e biznesmeni shqiptar është kapur mirë. Shqiptarët janë kapur shumë mirë me biznese e me punë në Kanada. Unë i falenderoj të gjithë ata edhe këtë rast edhe studion tonë podcastit që e kanë ndihmuar, e shfrytëzoj rastin t'i falenderoj, sepse është shumë e rëndësi me ta dhoni dorë. Bile unë dua të theksoj që ne kemi pa bashkëpunime dhe mbështetjen e sponsorave, Marli nuk do të vazhdonte, sepse në radhë të parë janë sponsorat e vazhdueshëm mbi 10 vjet, që është pasqyra shqiptare që e transmeton, sepse qëllimi kryesor Ilir Lena. Me gjithë stafin, me djalin e vet, Tonin, që tani kemi Tonin, miku i fëmijëve. Në fakt, ai ka shumë vlerë sepse e xhiron si fëmin e parë deri në fund. Gjithë koncerti është i xhiruar dhe unë ato e ndaj pastaj në social media ose YouTube, sepse qëllimi im është që edhe një fëmijë që s'vjen dot, që jeton në Oakville, ta këndoj këngën. E kupton, ne i vëmë aty që ato të këndojnë në long dhe i mësojnë të gjithë fëmijët. Nuk është puna që ta mbajmë vetëm për vete si koncert. Prandaj është e free, çdo gjë është vullnetare, pa bileta. Me thonë, pasqyra shqiptare, ato fotografët që kanë fotografuar çdo moment për vite, për 10 vite, të janë më të vjetrit, Lorida dhe Genti Hali. Po është Entela Galanxhi me Qazim Kallushin, që dhe tani më së fundmi është Gojard Kodra, që ka bërë gjitha këngët dhe si vjet, i ka aranxuar ai muzikën. Me thënë, në vitet të tëra ka qenë Entela, dhe akoma vazhdon Entela Galanxhi. Pastaj janë sponsora pa fund, Liliana Vaso, që janë real estate, Odris Koço. Edhe Odris është real estate. Odris është antar i shoqatës tonë. Është një shoqëria jone e Torontos, që janë kryesisht korçar. Unë kam shumë respekt për të gjithë. Dhe sidomos për DJ-in që kemi aty. Ai është nga ato që nuk do të përmendet, si të themi, por unë dua të përmend të gjithë grupin që ka, sepse ato kanë bërë fundraising për Malli Got Talent, edhe pa patur asnjë fëmijë në show. Domethënë është një gest patriotik që unë e vlerësoj ashtu. Shumë është patriotik, e vlerësoj edhe unë shumë, edhe duhet të përmenden. E diu në rasti me studion tonë, ka donatorë që nga unë të lutem mos unë përmend. Jo, i kam thonë. Jo, sepse je një gur bikalan tonë. Po e largum shumë gur, do shemet, du ta dinë edhe tjerët, sepse ndonjëherë du t'ja kujtosh dikujt, me thonë, hej, këto dua me bë, nuk është që nuk japin shqiptarët. Kur e besojnë që e punon si duhet, këtë rast, Malli Got Talent është një mision në vete, i cili e tregon që ka vazhdimsi, është me rëndësi, ka interes. Edhe po bëhet, se në fundit ti e bën në mënyrë vullnetare. Duhet ta dinë gjithë tash, të lutem. Tash unë si humorin thon,
po e morëm atë kohën tonë, se e shpenzojmë, me orë e minimum, se është minimum i pagesës të të na, po dhe një gjysmë roge. Po ne e bojmë nga pasioni, e bojmë nga dëshira me bot diçka të bukur. Po edhe na përmbushni, edhe shumë njerëz nga mbrapa, se gjithë këto që them, jo, për shembull, e vërtet, Tina. Unë në fakt nuk e di se edhe i kërkoj ndjes shikuesve kush do na ndjekë këtë, sepse ne ke Marli Gotallën ka 11 vjet, edhe që në Kori ka që në 2011 ka shumë sponsora në vite që unë nuk i përmend të gjithë këtu. Se ka shumë. Po përmenda më kryesorët, po edhe mund të kem haruar. Domethënë nuk e di si mund ta rregullojmë këtë në një podcast. Po vështirë përmendën, kuptohet, po ideja është që ka nga ata që nuk dojnë përmendën. Unë kam thënë duhet patjetër diku në një moment caktuar apo një logo me një banner apo emrin dikun, sepse kur e shohin tjerë që hey, paska unë gjithë thot hajtja po unë, kuptohet se ideja është në qenë misioni si duhet, të ketë vazhdimsi, të ketë punë, të ketë edhe sinqeritet në punë, se tash. Po patjetër. Nuk bëhet ndryshe. Kjo Marli Gotallën ka shumë transparencë. Komunikimi me prindërit është nëpërmjet emailit dhe unë jam shumë e hapur, gjitha shpenzimet vjen aty se çfarë është. Me thënë, jemi shumë hapur. Edhe nuk kemi patur kur asnjë problem, se mos ham vetëm sysh. Fjalë jemi shumë pozitive dhe unë jam kaq e kënaqur që jo vetëm brezi i shoqeve të mia që e nisëm, po dhe brezi mamave të reja që janë 30 vjeçare dhe kanë fëmijë të vegjël, punojnë me të njëjtin pasion si neve dhe ka një mirëkuptim shumë të mirë. Kur dhe si, nëse ka prind tjerë, cilët janë të interesuar që fëmijët e vet mi sjell aty, varësisht ku jetojnë, kur është koha e regjistrimit? Është shumë e rëndësishme ditë. Saj. Po. Unë e vë një njoftim në fillim të janarit në social media. Prindrit që i kam në listat e emailit, në shtator paka shumë i pyes që kush ka ndërmend ta sedhë në janar, marr një ide të përgjithshme që do ta bëjmë apo jo. Dhe pastaj në social media unë kam gjithmonë më kontaktojnë njerëzit në Messenger dhe unë mbaj shënim emailit dhe i kontaktoj në janar. Provat janë janar dhe shfaqja zakonisht është në fund të majit. Përpara se të fillojmë provat 1 javë, 2 javë, unë bëj një njoftim në social media që e fillojmë dhe kush ka dëshirë dhe jap aty kontaktin. Plani dhe ideja është vazhdosh? Po. Po. Më fuqishëm, më fort, po të ketë interes, po të vazhdoj interesi që mendoj se është. Për shembull, unë i kam dërguar email prindërve kur mbarua, ma kanë dëshirë për vitin tjetër, pothuajse të gjithë janë. Po imagjino ta kema të shpinë shqiptarit, ta kema të vendin e madh. Ajo do ishte qershia mbi tort. Çfarë mendon ti? Çfarë duhet bëhet? Ke ndonjë ide për shpinën shqiptarit? E kam kështu si pyetje për gjithë, du ta di mendimin. Unë them më mirë se kushdo duhen pyetur ato që e kanë bërë already. Dëgjova që në Hamilton më duket është bërë apo në Hamiltoni, shoqata shqiptare se Hamilton Albanian si quhet, shqiptarët e Hamiltonit, ata kanë bërë një të vogël, e kanë marrë, për mua kanë bërë një gjë shumë të mirë, e kanë thyer akullin. Edhe ç'është vërtet e kanë paguar tash, është e paguar e komplet. Po them, duhen pyetur këto se si organizojnë. Domethënë një komunitet që është i ngritur dhe i mbaruar, i suksesshëm. Mendoj që po të ketë transparencë dhe të sqarohet mirë në publik, mendoj se duhet të mbështetet. Edhe beson që do të mbështetet? Unë them varet se si ja transmeton publikut. Transmetimi, prezantimi është shumë e rëndësishme. Po, se si është plani në detaje. Edhe unë të them të drejtën, mendoj që po të sqarohet mirë, të gjithë bindemi dhe jemi një numër i madh tani, nuk është ndonjë. Po të japim një kuotë të vogël, bëhet. Dikush më tha janë 80.000 shqiptar. Nuk di a jem 80.000, nuk kam dëgjuar shifra zyrtare. 40 e ca. Thuhet që ka më shumë. Mund të jetë gjithë Kanadan, kuptohet. Ja, plot jemi. Domethënë mënyra do një sqarim, ndoshta do njerëz që janë më të they know how to do it. E dinë si ta bëjnë, domethënë. Unë për vete jam shumë pro, edhe mezi po e pres. Unë shpresoj që të bëhet, edhe ti është edhe ti pjesë asaj shtëpie aty, e jotëm 40.000, po të bëhen 160, e të bëhen 200, e të bëhen 300, sepse ka nevojë.
ajo do jetë qendër shumë e mirë sepse do bëhen gjitha, mund të bëhen dasma aty, mund të bëhen ka leverdina shumë. Në çdo aspekt. Po, mund të bëhen klasa ose mund të mbledhësh të moshuarit, moshën e tretë, që kanë shumë nevojë të mblidhen. Unë pash një emision kur thu mosha e tretë e ke fjalën për gjyshrit. Tatat. Edhe nenat. Si thoni Ljukova, Tatat. Kështu që për shembull ka një iniciativë nga Meshan Çini, ajo grupi që i mbledh Edlira, dhe unë e vlerësoj ashmase. Ajo, me thënë, janë shumë të lumtura gjyshet atje, po në Amerikë kam parë tek Vatra, më duket është një si daycare center që mblidhen për ditë, po sa bukur. Ishte fantastik. Shkëlqyesh. Cilën shqiptar të vinë aty? Po, si Columbus Center, për shembull, është një qendër afër ku jetoj unë, edhe aty janë të gjitha, ka gym, ka everything. Është ke fjalën për Columbus Center, Columbus italiane, po, edhe më herët. Ajo mund të jetë, po një qendër që ne, me thon, vetëm që besoj nuk është e pamundur, se ne aty mund të bëjmë aktivitete, varetësisht qendra po të ketë salla të mëdha. Në vend që të marrim me qira për të bërë aktivitete në vende të tjera, e merr ke shoqata jote. Është duke punuar, ka 9 vjet që është punuar në drejtim, kuptohet, ka nevojë për më shumë, të vinë njerëz të ri, mendoj, që të japin kontributin. Edhe më pëlqen kjo që thua të ketë prezantim më të qartë të projektit, bëhet zhurmë më shumë, transparencë më shumë. Transparencë edhe njoftime, ide si, domethënë shumë njerëz nuk e dinë. Ja, nuk e dinë. Do pak zhurmë. Reklam, po. Unë kam vendosur në këtë podcast flas për te. Me çdo të ftuar. Me çdo të ftuar. Është diçka, është pjesë e misionit todës tonë që bisedohet për atë. Pa marr parasysh kush është i ftuar, po duhet të marrë një ide. Më thuaj se në këtë rast të thati duhet kjo ose kjo. Është shumë e rëndësishme sepse u bën 25 vjet që jem këtu. Edhe nuk jemi më ata shqiptarët e lënduar, të poshtruar, të varfur, të shtypur. Tham, vitin 90 ishte një varë e madhe, ishte një Golgote e madhe, si e tham unë. Unë isha student atë kohë, pra të pyetja më herët, por nuk jemi më aty. Jemi më të zhurmë shumë tash. Reputacioni jonë ka fillu të bëhet shumë më i mirë. Edhe unë e shën nga pjesa jashtme që kem për të dhënë shumë botës. Jo vetëm Kanadas, po dhe botës. Kem artista, kem inxhiniere, kem akademike, kem njerëz të mirë. E duhet të fokusohemi te ana pozitive. Sa më shumë, po edhe duhet të tregohet tradita jo kush jemi. Unë them kështu, çdo familje shqiptare kisha pas që me pas një plis, një flamur, edhe një veshje kombëtare, dikun me një të shtëpiave, diku, ku di një corner, një qysh shtëpia aty, me thonë këtyre i kushtohet shqiptarit. Mendoj se e kanë. Të paktën te lagja ime. Po, jam i lumtur, po kam dëshirë ta kenë të gjithë. Të gjithë. Po, ky përndryshe ky është pellazgu im, ky ushtari. Këto do ta pyes shpesh se çfarë mendon ky, do të tregoj se na pyetat, ha mos i keni punë ju thotë në shekullit 21, se neve na ngrin na pren atje. Edhe është i modernizuar me kufje. Po, me kësën dëgjon kjo aty, dëgjon. E ka punuar Ervini dhe Linda me shumë pasion. Duket që është gjetur diku, po de facto është punuar në 3D, edhe është ngjyrosur. Shumë bukur, edhe helmetën e mini dramës që kishim në me Skënderbeun, doli shumë e bukur nga të dy falenderoj, edhe për regjizorën e Ervinit, po dhe për punën e Lindës. Atëherë, Ina, mendon që Mali's Got Talent do rritet, do vazhdoj, nuk do ndahesh? Unë gjithmonë jam gati për Mali's Got Talent, gjithmonë do varet kuptohet, nga interesi, por çdo vit e shikoj që interesi vjen në rritje dhe kemi kemi patur shumë pak çuna në fillim, tash po thuaj se janë gjysmë për gjysmë. 30 goca, 30 çuna, që është një sukses i vërtet. Ka interes, ka shumë interes, edhe fëmijët që janë, me thënë e shikoj që ato që janë rritur tash që po bëhen new adult, si të thuash, çunat dhe gocat, po kthehen, po marrin pjesë në aktivitete të tjera, si konferencier ose aty në universitete ku shkojnë, organizojnë mbrëmje ose dina do vallet, kërcejnë ose këndojnë. Dhe me thënë,
njifen, kemi qenë atje, është shumë bukur. Ndikon pozitivisht tek mendësia e tyre që të bëhen community organizers ose në universitetet ku tjenë që të organizohen. Po, njifen me njëri tjetrin, do ndihmojnë njëri tjetrin. Në qoftë se do martohen, le të themi jo me shqiptar, përse ai ose ajo tjetra ta ketë komunitetin e vet, edhe të këndoj këngë valle, edhe këto të vetët i kanë. Domethënë, është edhe mënyra se si zgjidhen, për shembull këngët zgjidhen tradicionale që jo të shkojnë kur do martohet një çift shqiptar këtu për shembull, mos të shkojnë në YouTube dhe ndjeri 2-3 thot aty këngë shqip, edhe e merr ai e vë ke valle, po ajo nuk është, për shembull ke dasma, nuk është tradicionale shqiptare. Kështu që me thënë mënyra se si zgjedh repertorin e kësaj është që të mësojnë ato tipiket, një këngë tipike veriore ose jugore ose një valle ose një recitim të bukur të Ismail Kadares ose të Odisej Grillos, që për mua është më i dashuri për fëmijët. Po vajza, çika jote, Olivia, ndihmon duket është pjesë. Po. Olivia, thënë, ka edhe Skoti, çuni, po më përpara, më përpara ka dhënë marr pjesë me kitarë, shoqëronte, ka qenë pjesë me kitarë me 2-3 çuna dhe ka qenë dhe konferencier, si i thonë, host. Kanë qenë 2 çuna në fillim. Goca ime ka dëshirë, me dhe ne kam pas gjithmonë konsulente, se Olivia është ajo që më lidh dhe më thotë për shembull që kjo është e përshtatshme, se ajo shikon the Canadian way of school, me thënë, dhe unë shikoj anën shqiptare dhe ajo thotë sa mirë e kupton, nëse do bësh këtë mami, kaq % e kupton kori këtë që do bësh ti. E kupton, dhe kam konsulente kur zgjedh programin. Plus që ajo di është vëlltare gjitha dhe u ndihmon shumë në aranximin e lëvizjes. Kujtohet tu dhe djetë kur isha në kryetari i shoqatës, ishte pjesë e grupit ballave, shqiponjave të vogla në atë kohë me Ramazan Këllezin, edhe u rritën ato shqiponjat, ta shfrytëruan gjitha. Po, u rritën edhe aty i kam mësuar të gjitha dhe tash ajo me dëshirë ja transmeton dhe fëmijëve të vegjël. Me fjalë tjera, Marlis Got Talent do ta ketë vazhdimsinë edhe me Olivian, siç duket i paske kopcixha, pa? Si bashkëpunëtor jo, nëse do ta vazhdoj Olivia, nuk e di është. Shpresoj që po. Varet nga Olivia, po dhe ka dhe vajza dhe çuna të tjerë që unë kam shumë besim që mund ta vazhdojnë, që janë të mrekullueshëm. Ina, na kënaqet, falenderoj shumë. Shumë respekt që erdhe e na nderove, e ndave një kohë me ne. Ne të urojmë shumë sukses me Marlis Got Talent. Faleminderit. Unë personalisht të lutem vazhdo, mos u ndal. Patjetër. Është mision shumë fisnik. Po. Edhe i sugjeroj gjithë prindërve cilët kanë mundësi edhe dojnë që fëmijët tyre të regjistrohen, të kontaktojnë ty përmes mediave sociale, s'paku mund gjejnë Marlis Got Talent. Që të nënshkruan kuptimin që të regjistrohen dhe të vazhdojnë. Kështu që falenderoj shumë nga zemra që ishe në Albania Oda Podcast. Faleminderit për ftesën dhe ju uroj gjithë të mirat, suksese Odës. Shumë faleminderit, respekt.